pra këtë dua të kuptoj unë. Në çfarë pike arritën shqiptarët? Kush që pika fundore që arritën shqiptarët? Pika fundore që arritën shqiptarët ishte që shqiptarët, mbështetur në rezultatet e pusit Sjepuri 6, që shkoni aty, mbështetur dhe në informacionin sismik dhe interpretimet që bën, arritën të krijonin një ide, një strukture që është kjo, por jo në këtë formë, si thua, me pjesë, por duke konceptuar si një të tërë, sepse ky është informacioni. Pra, u arrit nga gjeologjia shqiptare, nga geofizika shqiptare, nga ekspertët specialist, geolog edhe geofizik, sismik, dhe me metodat e tjera, që të konceptohesh një strukturë ndën malin e Shpiragut. Dhe që ky ne e quanim në atë kohë Sjepur. Po, nëse ju doni të tregoni artën më nga afër dhe më të ngrihen, jo, ka asnjë problem. Pa problem. Dhe ne e konceptuam atë, qofse mund të, unë kam këtu, por nuk është për përdorim të... Jo, kjo është tema ime e doktoraturës që kam bërë dhe sepse ju keni doktoraturën pikërisht për këtë temë. Për këtë temë. Dhe këtu për shembull është një interpretim që neve kemi bërë në atë kohë, ky është mali i Shpiragut dhe neve kemi interpretuar që në këtë zonë këtu, kjo jeshilja, që shikoni, të jetë struktura e Sjepurit që quajmë neve. Dhe arritëm që mbi këtë bazë të ndërtojmë edhe një që ne quajmë skem, kjo të jetë ajo struktura, dhe arritëm të ndërtojmë atë që quhet skema e tavanit të gëqerorëve, kjo që shikojmë këtu, pra që është në trajtën e një mali, si thua në të, dhe këtu ne në atë kohë kemi projektuar dhe një pusë që quhet Sjepuri 7. Shtata. Sjepuri 7. Dhe po të ishte spuar, Sjepuri 7 do ishte vërtet ajo shtata e famshme që thamë. Nuk e shpuar. Nuk u shpuar, sepse ndodhen dhe ndryshime dhe... 90-ta. Erdi 90-ta, të gjitha bashkë, edhe vështirësitë ekonomike, nuk ishin, sepse këto janë puse shumë të shtrenjta për të shpuar. Qa para është bëjë në kohën dikur kjo? Si bëjë? Si a dilën? Para plot. Harxhoheshin para plot. Harxhoheshin shumë. Është harxhuar shumë, po dhe fitoj shumë patjetër. Edhe fitoj shumë. Patjetër. Ku shkonte nafta? Po nafta konsumohesh në vend sa konsumohesh dhe eksportohesh. Eksportonim naftë? Po patjetër. Ku? Në gjithë tregjet e botës ku kishte interes për të. Do të thënë nafta ishte një clearing i mirë për ne atë. Po. Dhe ne kishim një në zonën e Vlorës, në atë të vendi që quhet Pusimezinit. Po, gjithmonë kam menduar, kujtoja pse quhet Pusimezinit, mendoja se kishte bandita aty. Jo, nuk ka të bëjë me naftën, po aty neve kishim një grup depozitash dhe me një tubacion e çonim nafta vinte shkarkoheshe aty në këto depozitat dhe pastaj me një tubacion shkonte në det dhe aty në det ishte një bov, si thua, një sferë lundruese. Ku në çfarë vendi? Në drejtim, tash aty ku është Teci sot apo ku është... Teci, po, është bova e plazhit vjetër. Në atë drejtim, paka shumë. Dhe aty vinin anije të ankoroshin dhe ngarkoheshin me naftë edhe eksportohesh. Ndërkohë që për të vazhduar më tej, Shtata nuk arritën të shkonin te shtata. Nuk arritën të por. Në vitet 90, neve Shqipëria hapi ose u hap në investimeve të huaja, dhe të parat investime që kanë ardhur ishin ato në pjesën e detit që thash. Ato kanë ardhur në vitet 90, 89 pilet duke... Erdhën me njëra ata? Erdhën, sepse ishte nafta ishte në tokë, dhe ajo nuk ndahet me milimetra. Dhe ndërkohë që në vitet 96, 95, 96, para 97-ës, u përgatit për të hapur raundet në tokë. Dhe u përgatitën për të hapur këto dhe u hapën. Dhe erdhën kompanitë të cilat morën të drejtën e kërkimit. Më mbrapa vazhdoi dhe me pjesën tjetër, pra të kësaj, që mos i kthehemi përsëri asaj hartës, ku në vitin 98 konkretisht tani për të ardhur këtu, kompania amerikane Occidental Petroleum, e cila kishte qenë si kompani në det, në kërkimet në det, erdhi dhe kërkoi të mirëte në ato dy bloqet që i ka sot Shelli. Shelli, këto, në këtë strukturë. Për këtë strukturë, erdhi të kërkonte në naftë në këtë zonë, nisur edhe nga studimet tona. Patjetër, të cilat i mori, i shfrytëzoi, sepse është në parimin tonë që
Ne ajo që vjen t'i japim gjithë subsidimet sepse ne duam e thrasim që të dalin, nuk e thrasim që të vijë dhe të ikë pa gjë. Kjo është bërë në mënyrë me ministrinë në atë kohë. Patjetër. Marrëveshje të njohura, të botuara. Për të cilat ju keni dieni sepse ju punonit më pas në ministri. Patjetër. Dhe erdhi kompania Occidental e cila filloi punimet dhe projektoi pusin Shpiraku 1. Pusi Shpiraku 1 ishte shumë afër pusit Shqipuri 7 që kishin projektuar neve, shumë afër. Për arsye që ata tash mund nuk po futemi as në atë që ndoshta nuk donin të vazhdojnë me Shqipurin për të mos u lidhur shumë me studimet tona, apo për arsye tjera, ata e quajtën Shpiraku 1. Dhe Shpiraku 1 përfundoi shpimin në fundin e vitit 2001, fillimin e 2002, duke kapur objekte ngriqërore, pra duke vërtetuar këtë gjë. Rezultat, studimet tuaja. Këtë që neve kemi. Dhe u mor dhe naftë dhe gaz. Pra, u vërtetuan dy gjëra të mëdha. U vërtetua ekzistenca e objektit ngriqëror që themi neve, i cili ishte naftë gazbajtës dhe i cili kishte një naftë të lehtë, që ne quajmë njësoj si naftë. Ata gjetën naftë? Po. Gjetën? Po. Do me thënë, studimi juaj arrin në letër. Ata gjetën. Ishin të parit të gjetën naftë në vendet ku ju kështë shkuar. Paka shumë. Shkuar në vendet ku ju kështë studiuar. Paka shumë. Ata bën studime nga e para, për të ndarë gjëra, domethënë. Por studimet të cilat realisht, duke qenë që bëhen mbi të njëjtin objekt, nuk është e çuditshme që ato të përputhen me njëra tjetrën. Dhe ata shpuan këtë dhe vërtetuan. Dhe në vitin 2001 ata njoftuan për zbulimin e naftës dhe gazit në zonën e Shpirakut. Një naftë e lehtë në sasi jo shumë të mëdha, sepse për arsye pusi u projektua në një thellësi X, pastaj rreth 4000 metra, pastaj u shpua më shumë në 5000 ca metra, dhe në 5300 metra kapi objektin ngriqëror që kemi. Kompania Occidental do vazhdonte punimet, madje paraqiti planin që të vazhdonte punimet për të shpuar puse të tjerë, për ta vërtetuar përfundimisht tani si e kemi këtë situatë. Për arsye të konjunkturave ndërkombëtare, në atë kohë u hoqi embargoja ndaj Libisë, dhe këta kishin shumë interesa të mëdha, dhe nuk krahasoheshin me këto tona, dhe ata u larguan. Ishte kompani e rëndësishme? Një nga më të mëdhat e kërkimeve të naftës Occidental, kompania amerikane. Në vitin 97 pasaj, 98-ën, mirë themi, në fundin 97, 98-ën më saktë, vjen kompania më falë, se 98-ën e thamë, në vitin 2000 e kaluam 2001-ën, pasi ikën ata? 2007-2008, në vjen kompania zviceriane DWM, si të themi, e cila kërkoi të mirë po të njëjtat blloqe që kishte Shell, që kishte kompania Occidental, dhe të bënte një marrëveshje të re. Dhe kjo marrëveshje u bë në vitin 2009 dhe është miratuar kjo marrëveshje me vendimin e qeverisë 754 të vitit 2009. Pra në të njëjtën zonë fillojnë punën zviceriane. Të njëjtën fillojnë zviceriane, të cilët fillojnë studime të tjera me radhë. Më mbrapa transferohen, si thua, interesat e kësaj kompanie te një kompani kanadeze, Petromanas, e cila vazhdoi thelloi më tej punimet, edhe projektoi dhe shpoi pusin në shpim pusin Shpiraku 2. Ndërkohë, vetë kompania Petromanas pasi vlerësoi që kjo është një zonë pozitive, i bëri ofertë Shellit, i cili u futi fillim me 25%, pastaj me 50%, pastaj më mbrapa me 75% dhe në fund tashmë aktualisht i ka 100% të aksioneve në. Atëherë, çfarë kompanie është Shelli, e cila ka 100% të aksioneve në këtë zonë? Shelli është një nga gjigantët e mëdhenj, është një shoqëri ndërkombëtare multinacionale me qendrën në Hollandë, është kompani hollandeze dhe ka aktivitet në krejt globin. Kudo ku kërkohet naftë dhe gaz, një nga kompanitë më të mëdha më të fuqishme të kërkimit të naftës dhe të gazit dhe të prodhimit të naftës dhe të gazit.